Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Plassheri mes Laertit dhe Gertës, dy banorët kapen fizikisht. Një moment tensioni mes Laert Vasilit dhe Gerta Gixharit brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, po bën bujë në rrjetet sociale. Në një video të shpërndarë në platformën X, aktori shihet duke u marrë me forcë me gazetaren, pavarësisht kundërshtimit të saj. Gerta dëgjohej duke i thënë Laertit se nuk e ka mbaruar ende ushqimin, por ai insiston ta marrë me justifikimin se do të lajë enët. Në përpjekje për ta mbajtur pjatën, një pjesë e ushqimit bie në tokë. Ky veprim ka shkaktuar reagime të ashpra nga ndjekësit, të cilët e kanë cilësuar sjelljen e Laertit si agresive dhe të papërshtatshme.